Gjatë vitit që lan pas, Kosova nuk arriti të shënoj përparim domethënës në procesin e dialogut me Serbinë, që nga shtatori i vitit 2023 vetëm pak ditë para sulmit të armatosur në Banjsk, ku u vra reshteri i policisë së Kosovës Afrim Bunjaku, në Bruksel nuk është zhvilluar asnjë takim i nivelit të lartë në kuadër të dialogut të ndërmjetësuar nga Bashkimi Evropian. Sipas njohësve, ky proces pritet të jetë një nga sfidat kryesore për institucionet e reja qeverisëse. Çështja e dialogut me Serbinë do të jetë njëra prej sfidave të cilat e presin qeverinë e re, por se kjo ka të bëjë shumë edhe varet shumë edhe prej zhvillimeve në Serbi. Sipas informatave që kam, atje do të ketë zgjedhje parlamentare dhe prezidenciale diku ka fundi i vitit dhe unë nuk besoj që deri atëherë institucionet serbe do të lëshohen debatet thella, nëse mund të them kështu, me partnerët nga Kosova. Ndërkaq, sipas profesorit të marrëdhënieve ndërkombëtare dhe ish diplomatit Lutfi Bilali, gjatë muajve të pranverës mund të ketë tentativa për takim të nivelit të lartë ndërmjet Albin Kurtit dhe Aleksandar Vučić. Bashkimi Evropian është interesuar që ta ketë në fokus dialogun. A do arrijë që për një kohë shumë të shpejt, ndoshta mrena fateve, sidomos në sezonën e pranverës, dhe muaj që do hyjmë, do ketë një tentativë për një takim të nivelit të lartë Kurti Vučić dhe besoj që fokusi do jetë këtu. So do jetë rezultativ, do shohim, por besoj që e presin sfidat më qeverinë e Kosovës në këtë drejtim. Por sipas Bilalit, rajoni është në një fazë të vështirë dhe ka pak gjasa për rezultate të shpejta nga dialogu. Do të kemi një kohë të afërt, një lloj takimi dhe rezultate nga këto takime, që unë dyshoj, mirë po evropianët kanë probleme tjera. Jashtëzakonisht të mëdha që ka të bëjë pari me luftën në Ukrainë, pastaj me problematikën e tyre të brendshme të secilit shtet, ose sidomos të fuqive kryesore të Bashkimit Evropian. Bisedimet teknike mes Kosovës dhe Serbisë me ndërmjetësimin e BE-s ka nisur në vitin 2011.